Ja ku jemi rikthyer dhe vazhdojmë të jemi për kënaqësinë tonë dhe ju të tjerëve që na ndiqni dhe na dëgjoni këtu në Radio Sol me Margent Caushin. Po flasim për filmin Luli dhe Goni i Lemes që do të nisi pas nesër në Cineplex, pra nga 11 prilli në Cineplex, e do të vazhdoj mëtej edhe jashtë Margent në Evropë dhe në Amerikë kudo ku ka shqiptar, sepse produksionet shqiptare bëjnë mirë, po dhe në fakt është e vërtetë që kanë filluar dhe të vlerësohen mjaft. Tani, sa i takon në rolit tënd këtu tek Luli dhe Goni Lemes, po edhe në produksionet të tjera, është perceptimi im apo është e vërtetë që ti je një aktor shumë i mirë i roleve të karaktereve? Zakonisht rolet që më ofrojnë zakonisht janë rolet e karaktereve. Edhe mbase spikas në ato, mbase i kam më të thjeshta, se ndonjëherë është vetë aktor, nuk është s'ka të bëj vetëm puna. Por zakonisht ne themi edhe në punën tonë që po edhe roli protagonist karakter është. Nuk është vetëm roli dytësor ose tretësor, por pjesët e karakterit. Janë gjitha karakteret. Por zakonisht unë për herë të parë tani në film tragjedh, siç është Luli dhe Goni Lemes, që unë kam rol protagonisti. Për herë të parë, dhe patjetër që falenderoj Klaudin dhe Bjordin që më panë edhe po unë kam bërë afërsisht një 20-25 filma. Edhe shumica ka qenë role karakterësh që po ka pasur role protagonist, po kanë qenë filma më të shkurtër. Edhe besoj erdhi momenti, kjo tregon që kemi punuar, kjo tregon që është edhe vlerësim. Patjetër që po. Është vlerësim. Besoj që t'ja ketë vletur besimi që kam pasur tek unë skenariste, producente Klaudia dhe Bjorti për pjesën e filmit dhe mbas e kam shpërblyer. Ta shohim, unë nuk kam para asgjë, mezi pres datën 11 që edhe unë si punojoj të shoh filmin, e të shohim çfarë. Në 11 ta shohësh për herë të parë, ashtu siç bëjnë zakonisht aktorët. Pa diskutim. Edhe regjizori e ka luksin, po themi ta shoh përpara. Regjizori dhe producenti. Dhe producenti patjetër. Po duhet të shojmë produktin. Patjetër, shkoj produktin se ata merren ato punë, kurse unë ta shohim. Mezi po e pres dhe jam me emocione, sinqerisht po ja them, kam shumë emocione. Besoj do kalojnë apo do shtohen edhe më shumë, ëh? Si mendon? Do shtohen, kam përshtypjen. Çfarë do shtohen? Emocionet. Po si publikohet filmi? Mezi pres orën 8 qerek që ta shoh. Patjetër që do shtohen njerëzakonisht shumë. Po tani o Market do presësh. Ato presin 9 muaj për të sjellë fëmijën në jetë, s'po pret pak. Po ç'a thoni? Besoj se siç e ka vlejt edhe në projekte të tjera, do t'ja vlej edhe tek Luli dhe Goni Lemes. Kam besim të plot. Faleminderit shumë. Mirë, tani do t'idhemi tek pjesa e lojrave i quajmë ne këtu. Tani ne të pyetëm pak më herët në lidhje me bashkëveprimin, bashkëpunimin me aktorët e tjerë në cast. Po. Ne do të përmendim emrat e aktorëve, nuk e di nëse do t'i përfshim dot të gjithë, shpresojmë t'i përfshim të gjithë. Të na falin ata që nuk do t'i përfshim dot, është thjesht çështje që nuk kemi arritur t'i gjejmë të gjithë emrat apo në një çështje teknike kësaj natyre dhe duam që të na thuash me një fjalë, me dy ose me tre fjalë, por sa më shkurt jetë mundur, për shtypja jote për secilin nga këta emra që do të përmendim. Për shtypja jote po them qoftë në bashkëpunimin konkret, por nëse ti do edhe përtej, pra nëse e njeh edhe përtej bashkëpunimit konkret. Okej. Nisim? Aurela Gaça. Diva shqiptare. Diva. Më shumë e prish. Më shumë e prish, nuk them absolutisht. Nuk është vetëm në skenë diva, po është edhe në kinema, është edhe në film. Po. Davis Mystymi. Drita e vllajt i themi ne. Pa patjetër, drita e vllajt sepse ne kemi ndonjë shumë bashk. Devisi vinte po shtëpisë time dhe kur kishim të nesër kishim xhirimin në 5 mëngjesit, ne bënim prova gjithmonë me Devisin që të ishim jo, të dy zgjoheshim njësoj, sepse kishim orari ka qenë strikt, të dy njësoj. Fjoral Paponari, vajzë inteligjente. Okej. Angel Hoxha, unë e kam, e dua shumë dhe kemi qenë bashkë në kurs. Angel Hoxha është njeriu ngjarja e filmit. Okej, bukur. Vazhdojmë Ariola Demiraj. Ariola Demiraj,
nuk e di, nuk ka parë kinemaja shqiptare një rol të atill, që do shikoni ju. Okej. Mehdi Malkaj. Mjeshtër i madh? Më shumë e prishë. Gëzim Rudi. Po, profesor i dashur. Profesor i dashur. Mirë, do shkojmë në një pikë të dobët të ndërtimen, parodiset e Vlorës Afrima Galliu. Nderi kombit. Janë nderi njëri, nderi dy, të Agron Hamo, po. Patjetër. Agron Hamo dhe Afrima Galliu janë nderi kombit. Shqyqyr që Shqipëria e ka, jo vetëm Vlora, por Shqipëria e ka. I përshëndesim dhe I ato. përshëndesim. Tani do vazhdoj me një aktore që unë e dua fort. Rita Lati. Rita Lati është, si ta them, sa më shumë është si ajo Vera. Ke parasysh Vera, sa kalon Vera aq më e mirë bëhet. Është shkëlqyer. Mirë, do shkojmë në një tjetër personazh, Irini Qeriako. Irini Qeriako. Edhe ajo është nuk e di. Zonjë Gru. Jo zonjë Gru, po jo zonjë Gru, pa ajo është kaluar zonjë Gru. Është shkëlqyer. Vazhdojmë tek e radhës. Stella Belaj. Stella Belaj. Po, është edhe Stella e ka për herë të parë në film. Është nusja e shtëpisë. Okej, bukur, më pëlqen. Amelia Marina. Motra e nusës së shtëpisë. Vazhdojmë tek Artan Qershori. Artan Qershori me synetin. Artan Qershori synetliku i themin ne, se ka qenë pjesë e produksionit që ne vëna ndihmonte dhe e pari gizori për një rol aty, hajde të veshin thatë bër synet. Okej, mirë. Edhe personazhi i fundit që kemi këtu në listë, mund të ketë më shumë, i kërkojmë ndjes atyre që sua kemi përmendur emrin, Kamela Brahimaj. Motra Claudius. Po, Motra Claudius. Motra producente është kamarierja më e bukur e filmit. Okej, një vlerësim interesant.